Të pyes tani profesor, ju keni, përveç se jeni profesor, jeni akademik, keni investuar gjithë jetën tuaj, keni bërë kërkimet shkencore, vini në një libër i cili patjetër vjen për fëmijët, kafshët të rrëfejnë, por ju jeni marrë dhe me politikë. Edhe sot jemi në një periudhë shumë afër fushat. Më kaloni nga rrëfenjat e kafshët E di pse në rrëfenjat e politikës. Sepse ju si biolog, doja t'ju pyesja, sa të gjalla i kemi në këto specie në parlamentin tonë? Shikon, në ato specie kam bërë pjesë edhe unë, sepse kam kaluar pjesën më të bukur të jetës, duke filluar nga mosha 30 e ca vjetë, derisa e më bërë 60 e ca vjetë, apo më shumë, brenda politikës. Nuk ka qenë një proces i lehtë, ka qenë i vështirë, ndryshime demokratike, majtas, djatas, herë me diell e herë me shi, por besoj që kemi nxjerrë një produkt, mbase jo të përsosur, aq sa dinim. Në fund kemi ndryshuar këtë vend, nga një vend me një regjim totalitar, në një vend demokratik. Nuk është kaq e lehtë që një tabu të trurit formuar prej 50 vitesh, një tru i burgosur në një farë mënyre, brenda disa limiteve, të mund të shblokosh, të japësh lirin, dhe të vinë ditë të sotme. Unë e kuptoj që në këtë vend mund të ishin bërë shumë gjëra më mirë, që kjo është faji politikës. Ju mendoni që s'është faji politikës? Jo, them është faji politikës. Unë them që nëse politika do kishte qenë më zgjuar, më e mençur, më e ekuilibruar. Unë them që vendi do ka ecur shumë më tepër përpara dhe unë besoj se do ishin bërë dhe tani do ishin bërë ndoshta dhe pjesë e Bashkimit Evropian. Mendoni që ne do kishim qenë? Absolutisht. Nuk do ishin duke diskutuar më. Sepse ne, me ato luftën e tmerrshme politike që kemi bërë në këtë vend, mbasi me ekzemplar, unë me sytë e mirë kam parë skena, për shembull, kam qenë antar i delegacionit shqiptar në Këshillin e Evropës. Kam parë deputetë shqiptar të forcave të ndryshme politike, po dhe brenda një force politike. Të zënë, të sharë nga babai për para, ku diun, 100 apo 200 deputetëve të vendeve të tjera. Që nuk kanë lënë shihet mirë. Nuk më kanë lënë shihet mirë, sigurisht i kam përmbledhur tani në një libër mbresash, që besoj ta botoj së shpejti, por për te të gjitha këtyre gjërave, të merresh me politikë nuk është një gjë e keqe, se ma bën të pyete në një televizion tjetër. Edhe atje thash që politika ndërton ura, atje ku s'ka lundë dhe pruar, nuk diskutohet. Siç ndodh edhe sot, me premtimet e shumta që normalisht, siç e ka thënë një personazh shumë simpatik në Francë, njëri i humorit, tha që të bëhen gjitha këto gjërat në një fushat elektorale, ne do të kemi dy fishin e buxhetit Amerikës, dhe kam përshtypjen që dhe sot po bëhet e njëjta gjë, po jepet gojës më shumë se sa janë mundësitë e vendit, megjithatë në fushat elektorale sigurisht liria për të premtuar shme. Jeni më kritik për politikën tani që ju jeni jashtë? Kritik, besoj se gjithë qytetarët shqiptarë duhet jenë kritik ndaj politikës, qeverisës së vendit. Asnjëherë nuk mund të kënaqen qytetarët me qeverisën e tyre, kjo nuk diskutohet. Por ajo që më rezulton është që në këtë vend kanë ndodhur ndryshime drastike, të cilat ju nuk i keni parë në vitet 90, as standardet e demokracisë, mënyrën, mentalitetin balkanik me cilin kemi diskutuar, jemi përplasur, e tjera gjatë gjithë kohës. Por ja që gjërat kanë ndryshuar. Nga një televizion i vetëm, siç ishte televizioni shqiptar, sot ja ku kemi gjithë kanalet televiziv, ju një të lirë të ftoni këtë doni, njerëzit japin opinionet e tyre. Domethënë, ne kemi fituar lirim për të thënë atë që mendojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. E qartë. Ju po thoni që në politikë sot premtohet më shumë se sa ç'mund të bëhet. Në gjitha fushatat elektorale, në gjitha vendet, nuk diskutohet. Në një forcë politike është me këmbë në tokë, në një tjetër. Do t'ju pyes sot, nuk e di nëse ajo kam bërë këtë në televizionin tjetër më përpara, po unë do t'ju pyes. S'ka rëndësi. Por simboli i kësaj fushate dhe i mëparshëm, le të themi në këtë vjeçar ose në këtë 5 vjeçar, ka qenë drejtësia. Ju si e shihni raportin politik-drejtësi? Shiko, për mendimin tim, arritja më e madhe në këto 30 vjet është reformimi i sistemit drejtësisë. Ne mund mos jemi kënaqur me standardet e saj. Kjo çështje standardesh, por jemi futur në një hulli për cilën kemi patur nevojë.
Unë jam I bindur që asnjë qeverisje në Shqipëri nuk mund të jetë e suksesshme, as vendi nuk mund të jetë I suksesshëm pas pati një drejtësi që jep drejtësi. E kuptoj. Kjo ka munguar në Shqipëri, është historike, është e vjetër, ne kemi zgjidhur problemet me gjyqësi, me njohje, pa njohje. Pikërisht. Të fortët kanë qenë të paprekshëm, politikanë kanë qenë të paprekshëm dhe kjo drejtësi, me gjitha kritikat që mund t'i bëhen, është një arritje për mendimin tim e jashtëzakonshme. Unë kam qenë prezent kur në forcën politike në cilën kam bërë pjesë. Po, ju keni qenë I majtë. Po tjetër dhe kam qenë në funksione drejtuese, deputet, 17 vjet, ministre e tjera. Po. Dhe nuk është vendi për ta thënë këtë, por diskutimet janë bërë për reformën në drejtësi tek partia jonë dhe Partia Socialiste kanë qenë befasuese që sa I sot nuk e beson njëri.